është dëmtuar fasada, domethënë xhama dhe kishin hyrë edhe, domethënë kanë rënë edhe gurë, si thua, unë nuk e di nga atë kaq i fuqishëm ka qenë, por është e panueshme, nuk është se kam aty. Shërbimet që janë atje do të vinë në ditët në vazhdim për të marrë masat, për të parë dëmet edhe për t'i riparuar. Po që është e panueshme, është në një zonë që është afër ambasadës dhe ky ka qenë një kriter që ne t'i përzgjedhim në mënyrë edhe për çështje sigurie, jemi sa më pranë ambasadës, edhe njëri tjetrit, edhe kolegu im banon afër, kështu që për momentin jam okay, nuk është se është që duhet të lëviz. Siguri sot nuk ka askund 100%, unë jam këtu në një mision, përderisa jam në këtë profesion, unë i kam marrë parasysh të gjitha, unë jam në emër të Shqipërisë këtu, në emër të qeverisë shqiptare, për t'i dhënë mesazhin Ukrainës që Shqipëria e mbështet Ukrainën në mbrojtje të demokracisë, të lirisë dhe të drejtave të njeriut në këtë konflikt të paprecedent. Kështu që ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu, jo vetëm unë, po edhe kolegët e tjerë të trupit diplomatik, nuk do ta praktisim Ukrainën, jemi këtu për të dhënë mesazhin e solidaritetit dhe të përkrahjes me ta.